Pranvera, nisim direkt me pyetja $1 milion. Tani, alienët ekzistojnë, apo alienët janë demon, siç zëvendës presidenti Amerikan tha? Në deklaratat e mia shpeshherë kam thënë që varet se si ne i shikojmë alienët dhe çfarë quajmë që si duam ne të duket, pra, se si jemi informuar se si mund të jetë një alien. Por unë jam shumë dakord me deklaratën e J.D. Vance, sepse është shumë e vërtetë që format energjetike marrin forma të ndryshme dhe jo domosdoshmërisht duken në atë formën që na kanë thënë si alien. Pra, ato janë mes nesh dhe nuk janë shumë larg, nuk kanë qenë ndonjëherë larg. Por nëse e marrim në kontekstin e tokës apo asaj ku qëndron jashtë toke apo brenda toke, më shumë jemi ne jashtëtokësorë se sa ata. Pra, planet e ekzistencës janë të ndryshme dhe në forma energjetike të ndryshme dhe në valë të ndryshme. Nëse e marrim në formën fillestare, ata janë këtu përpara nesh. Nëse e marrim në formën fizike, ne jemi ata që dukemi, por entitetet gjejnë trupa dhe këta mund të jenë edhe njerëz dhe ndaj shpeshherë duken njerëz, nuk duken edhe thonë pas ke drejqi në bark pastaj, kështu që shprehjet shqiptare shpeshherë vërtetojnë disa forma paranormale të pranimit tashmë të gjërave që po vinë. Kështu që për të kuptuar fiziken, ne duhet të dimë jo fiziken, metafiziken dhe paranormalen. Dhe duhet të pranojmë që bota që ne njihnim para kësaj që ne i themi normale, ishte paranormale, prandaj quhet paranormal. Sepse ne jemi të gjithë në një normalitet që kemi të vështirë të shikojmë disa gjëra që për një kohë tjetër, para kësaj normales, ishte ajo normali. Dhe po ngjeloj fjalësh me këtë, por e vërteta është që ka forma të ndryshme se si duket një alien. Mund të duket edhe në pamjen që ne kemi, mund të duket në shumëllojshmëri, sepse siç ka shumëllojshmëri gjallësash në tokë, ashtu ka dhe përtej kufive tokësore. Sepse ne jemi në të inkubatorin tonë këtu të vogël, të cilit i themi tokë, por nuk është kaq toka. Dhe shumë shpejt do zbulohen forma të tjera ekzistence, si në formë toke apo edhe në formë entitetesh.